Shumë mendojnë që klienti paguan thjesht për të hapur një derë. Jo, ja cilat janë disa nga arsyet për të cilat një klient duhet paguaj një agent imobiliar. 1. Paguan për të mos gabuar. Një gabim në blerje apo në shitjen e një prone mund të të kushtoj 10.000 euro. Një klient paguan për eksperiencën që shman këto gabime të shtrenjta. 2. Paguan për negocim profesional. Çmimi i listuar nuk është çmimi final i një prone. Klienti paguan për një negocim profesional i cili mund t'i kursej para ose mund t'i rrisi vlerën pronës. 3. Paguan për kohën dhe qetësi mendore, dokumenta, takime, telefonata pafund dhe stres pafund. Unë marr përsipër procesin, ndërsa klienti vazhdon dhe shijon jetën e tij. 4. Paguan për strategji dhe jo thjesht për një fat. Unë nuk shes prona. Unë ndërtoj strategji të mirëfillësa për ta shitur ose për të bler pronën tuaj. Zona, tregu, potenciali i rritjes, dokumentacioni e të tjera janë të gjitha gjëra që duhen marrë parasysh në procesin e blerjes apo shitjes së një prone. Nëse do dikë që thjesht të hapi derën, ka plot. Nëse do dikë i cili të mbrojë interesat e tua në shitjen apo në blerjen e pronës tuaj, më kontakto.